e që kosto shumë e lartë, dikun 20 deri në 30.000 euro. Përveç dializës, a ka edhe shërbime tjera që i nxisin pacientët e shteteve tjera me ardhmë në Kosovë? Që në sektorin privat? Ka raste të qytetarëve shqiptarë të Maqedonisë, cilët vinë në Kosovë, por janë raste pak më të rralla. Ka raste që është një gjë e mirë, qytetarë të komunitetit sërb, cilët më parë nuk kanë marrë shërbime në sistemin publik shëndetësor të Kosovës, tani kanë fillu së fund me është rrit. Me ajerët ka pas raste sporadike, tash është rrit numri i qytetarëve sërbë që marrin shërbime në QKUK, sidomos në shërbimin e kardiologjisë, konkretisht shërbimin e stentimit, por ka raste edhe prej Shqipërisë që vinë qytetarë për shërbimet të mjekëve që vinë nga diaspora në Kosovë. Pra mjek ekspert të fushave ndryshme, që ofrojnë shërbime që nuk kryen në Kosovë ose në rajon, dhe vinë, si me thanë, është një farë lloj turizmi shëndetësor, por më së shumti në këtë aspekt dominojnë shërbimet e stomatologjisë dhe estetikës në sektorin privat, cilat janë duke gjeneru pacient prej vendeve të rajonit, por edhe nga Evropa. Përmende IVF-in, një lajm i mirë i javës kalume, shtatzënia e parë është konfirmu prej shërbimit që është ofruar në qendrën klinike universitare. Çu sheshe këtë proces që është menaxhu edhe listën e pritjes edhe mënyrën se si e ka ofruar shërbimin QKUK? Deri më tani konsideroj që është menaxhu mirë, përveç pjesës ku është vënu furnizimi me banat e mjaftueshme ose ato të nevojshme që kanë qenë për funksionalizuar në tërësi shërbimin, sepse shërbimi filloi mirë, por nuk mundi me vazhdu për shkak mungesës së disa produkteve. Tu kishte telashe pak me ofertim, pak nështa edhe një farë neglizhencë që din me ndodhë shpesher në sektorin shëndetësor, sa i përket furnizimit, por është shumë e rëndësishme që ka fillu, unë shpresoj shumë që ka me vazhdu edhe mos me pas telashe. Është një shërbim shpresdhënës për shumë qytetarë, për shumë qiftet Kosovës, të cilat nuk kanë mundësi ndoshta me pagu kostën në sektorin privat dhe ofrohet falas në sektorin publik. Është një prej ndoshta çështjeve më të ndihshme sa i përket kulturës tonë si popull për të pas fëmijë edhe jemi në gjendje me investu mira euro për me arrit këtë gjë, prandaj është shumë rëndësishme që ky shërbim t'i ofrohet falas qytetarëve. Edhe diçka në vazhdimsi, sidomos në fushata politike elektorale, përmendet turizmi shëndetësor si një prej potencialeve të Kosovës edhe zhvillimit të sektorit privat, sidomos a ka Kosova këso kapacitete? Momentalisht, këto kapacitete janë duke u kriju në sektorin privat, me investime vetanake, qoftë kompanive të ndryshme, biznismenve, apo edhe vetë mjekëve cilët kanë kriju kapital ndër vite dhe investojnë tashmë